Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe jemi konkretisht në rubrikën Infozon, ku fokusohemi më së shumti tek bizneset që sjellin një vlerë të shtuar në ekonomi dhe konkretisht në këtë pjesë të fundit do të ndalemi tek Intesa Sanpaolo Bank Albania, e cila është pjesë e Intesa Sanpaolo Group dhe është vlerësuar si banka më e mirë për vitin 2025 për sa i përket standardeve mjedisore që ajo aplikon në financimin e projekteve. Vlerësimi në fakt është dhënë nga revista prestigjioze Global Banking dhe Finance Awards dhe ky çmim vjen si një kontribut për përkushtimin dhe vizionin e bankës ndaj parimeve mjedisore që ajo aplikon. Por kush janë projektet që financon Intesa Sanpaolo Bank Albania dhe mbi të gjitha a është gati ekonomia jonë për të implementuar apo për të zbatuar standardet mjedisore kaq të nevojshme në realitetin ton? Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të tretë emisionit të flas në studio me zonjën Eda Husa, që është drejtore e ESG-s në Intesa Sanpaolo Bank Albania. Tani Eda, përshëndetje, faleminderit që jeni e Kozon, por pikë së pari t'i shpjegojmë publikut çfarë do të thotë ESG, që është një terminologji në anglisht, por që në shqip nuk kemi një të tillë. Fatkeqësisht në Shqip nuk kemi një të tillë dhe është pyetja që unë jam më shpesh që duhet i përgjigjem, duke filluar që nga prindrit e mi, jo më larg se sa familja. Atëherë, ESG ka të bëjë me parimet që ndjek banka, parimet mjedisore, pra ndikimin që ne kemi në mjedis, sociale, pra environmental, social, sociale, cili është kontributi jonë për komunitetin, punonjësit, por edhe klientët tanë, dhe governance, apo mënyra e qeverisjes së bankës përsa i përket transparencës dhe politikave të saj të brendshme në qeverisje, pra mirë qeverisja e institucionit. Kjo është në vija të përgjithshme. Pra unë do ta përmbledh edhe gjatë bisedës, do t'i them për standardet mjedisore që ju zbatoni, që ta kuptojnë të gjithë. Shumë dakord, kemi dhe diçka sociale brenda, kemi dhe governance, por qëndrojmë tek mjedisoria dhe jemi shumë në rregull. Atëherë, përsa i përket ky vlerësim për Intesa Sanpaolo Bank Albania. Neve ky nuk është thjesht puna jone e përditshme, ne kemi një strategji e cila është pas gjithë kësaj pune të bërë, fillon që nga grupi jon, i cili ka një vizion ku në një nga 4 pikat e biznesit, kryesore të biznesit, është ESG ose qëndrueshmëria. Pra ne synojmë të financojmë projekte të cilat kanë një ndikim mjedisor sa më të lartë dhe ne në të njëjtën kohë punojmë edhe që aspekti social i klientëve tonë të trajtohet, por ndërkohë dhe të gjenerojmë fitim në të gjithë këtë proces. Pra strategjia, ajo që e mbështet të gjithë këtë çmim, por ndërkohë janë edhe projektet specifike në fushat të mund të themi se çfarë ju diferencon ju si bankë që morët këtë çmim, sepse besoj një standarde të tilla aplikohen edhe nga banka të tjera? Po, patjetër që po, këto standarde janë të domosdoshme tashmë në tregun ton, dikush më pak dhe dikush më shumë. E para, të qenurit pjesë e një grupi shumë të madh, siç është Intesa Sanpaolo në botë dhe në Europë, na ndihmon ne që këto standarde i kemi lehtësisht të identifikueshme dhe të aplikueshme. Pra ne punojmë çdo ditë me një vizion shumë të qartë se ku duam të shkojmë ne në aspektin mjedisor. Pra, cilët janë klientët që neve do të financojmë, si do jetë portofoli jon i krijuar dhe për më tepër çfarë vlere të shtuar do kemi ne në ekonomi nëpërmjet të gjitha këtyre projekteve mjedisore dhe që kanë një impakt në jetën tonë të përditshme. Po, aq më tepër në realitetin shqiptar që kemi kaq shumë nevojë, se kemi mangësi pafund. Po, a mund të themi ne, zonja Husa, kush mund të jenë projektet që ju financoni? Ndër më kryesore, që kanë edhe impakt për ekonominë. Atëherë, më kryesoret, ne kemi një grafik shumë të bukur që dhe mund t'ja u sjellim që ta shfaqim. Kryesoret janë parqet fotovoltaike, pra investimet në energji të rinovueshme. Kjo është pjesa që kjo zë dhe pjesën më të madhe të portofolit tonë. Më pas kemi ndërtesat me eficiencën e energjisë, pra financimi i ndërtesave të gjelbra, pra që këto ndërtesat të bëhen sa më kursyese dhe shfrytëzuese në maksimum të energjisë. Kemi transportin e gjelbër, pra ose clean transportation e thënë në gjuhën e standardeve botërore. Kemi pjesën e financimeve të blerjes së shtëpive
sociale mund ta themi, ose të cilat kanë kushte lehtësuese për individët deri në një moshë të caktuar, sepse pavarësisht se këto mbase nuk kanë ndikimin direkt në mjedis, por targetojnë grupe të caktuara ekonomie të cilat kanë nevojë të përforcohen. Gjithashtu, po në të njëjtin aspekt, kemi dhe investimet në biznese në mënyrë që të kalojnë drejt një energjie të pastër, pra që vetë biznesi të përmirësoj proceset e tij me teknologji inovatore, të cilat do kenë një impakt mjedisor të matshëm në të ardhmen. Po, nga këto që ju po thoni, zonja Husa, kuptoj që ka një ndërthurje, pra nuk është vetëm biznesi me projektet e tij, por është edhe individi, të cilët janë të orientuar, le të themi, drejt investimeve të tilla me kritere mjedisore. Sa të ndërgjegjësuar janë? Ose kush është më pak i ndërgjegjësuar, individi apo biznesi? Atëherë, individi mund të jetë pak më i ndërgjegjësuar, pra nuk është aq i ndërgjegjësuar sa biznesi. Kemi të dhëna që në rritje, pra ky lloj ndërgjegjësimi për momentin është në rritje, nuk jemi më në të njëjtat kushte që kemi qenë më përpara. Kemi klientë që janë të interesuar që t'i bëjnë shtëpitë e tyre sa më eficiente drejt energjisë, pra të investojnë në fotovoltaik që mund të vendosen në terracat e pallateve, që mund të vendosen në termoizolim, në dritare dhe dyer të cilat bëjnë prap ruajtjen e energjisë elektrike. Kështu që dhe individët vetë janë të fokusuar drejt këtyre standardeve të reja që po aplikohen. Gjithnjë e më shumë, pra ka akoma nevojë për ndërgjegjësim. Jo të gjithë mbase mund të kenë dëshirën, por kjo është çështje dhe mundësish, pastaj se në finale çdo gjë ka edhe një kosto. Dhe them këtë, mund të themi ne që plotësimi këtyre standardeve është bizneset apo individët e shohin më shumë si kosto apo e shohin si një vlerë që duhen ta zbatojnë? Në këtë moment që flasim, po, shikohet më shumë si kosto, por duhet kuptuar që këto lloj investimesh i japin përfitueshmërinë, do ta japin në të ardhmen. Në rast se bizneset investojnë në teknologji të cilat synojnë të kursejnë energjinë elektrike, normal që ato do përballen me... Tu kemi problemi se shqiptarët i duan që të jetë direkt të shpejta. E di, është tipik, jo vetëm shqiptarët, kudo kthimi nga investimi duhet jetë sa më i shpejt. Por shqiptarët e kanë një çik mbas edhe më të theksuar. Mund të jetë. Por në të ardhmen, investimin në projekte të qëndrueshme ka një benefit shumë të madh për vetë biznesin. Riskjet menaxhohen më mirë, do ketë më pak riskje. Teknologjitë më të fundit të mundsojnë ty që të njëjtin produkt që ti nxjerr ta kesh në një cilësi më të lartë. Pastaj, aplikimi të gjitha këtyre të standardeve të hap me tregje ndërkombëtare. Ti nuk do jesh më konkurrues vetëm në këtë ambientin e vogël, pra në këtë shtetin tonë që është Shqipëria, por ti mund të shkosh edhe përtej dhe të jesh po aq konkurrues sa të gjitha kompanitë e tjera që i aplikojnë këto standarde. Të gjitha këto benefite në fakt, Eda, ne do të flasim sa më shumë të kemi mundësi që të ndërgjegjësojmë të gjitha ata që na dëgjojnë për këto benefite që mund të marrin, por vetë nëse ju i zbatoni këto kritere, sistemi bankar, Intesa San Paolo, konkretisht me çmimin që ka marrë, vetë ekonomia shqiptare a është gati për të zbatuar këto parime, këto standarde mjedisore kaq të nevojshme? Që mos jeni si një ishull nëse mund ta quaj kështu. Absolutisht. Atëherë, si funksionon pra pjesa në momentin që dikush interesohet që t'i ketë këto standarde pjesë të modelit të tyre të biznesit. Patjetër që ata që ka një kosto që është kosto fillestare e investimit. Por, duke neve funksionojmë në rolin e këshilluesit, nëse ne e drejtojmë ose e informojmë klientin për të gjitha benefitet që ato do kenë nga këto investime që do bëjnë, pra cili do jetë kthimi real nga investimi, jo vetëm atë çfarë ato përfitojnë në mënyrë të dukshme në momentin e parë, patjetër që ato fillojnë ndërgjegjësohen. A është e avashtë kjo? Po, është e avashtë, nuk është se ndodh që të nesërmen të gjithë zgjohen dhe janë të ndërgjegjësuar dhe duan të vinë te ne dhe të përfitojnë nga këto produkte që ne ofrojmë.
është një rrugë që ka filluar. Nuk është se vetëm ofrojnë një financim, le të themi, për individin apo biznesin. Janë edhe konsulent duke i dhënë atij informacionin e plotë dhe të nevojshëm që i mungon në fakt. Që i mungon, po. Lidhur me këtë investim që kërkon të bëj. Kjo është edhe më e rëndësishme. Patjetër që po, duke filluar që nga kuadri regulator që duhet të zbatohet, pra, sepse të gjitha këto investime kanë nga mbrapa dhe rregulla që duhet të zbatohen, që të krijohen dhe të jenë të përputhura me standardet që po flasim. Po, zonja Ysi, a ka një raste kur keni refuzuar për shembull të financoni projekte që nuk i kanë këto standarde që ju kërkoni? Tani, normal që po, nëse për të gjitha bizneset ose për të gjitha financimet që bëhet një vlerësim në aspektin e impaktit mjedisor që ky financim do ketë. Nëse impakti mjedisor bie ndesh me këto lloj standardesh, patjetër që ato nuk mund të jenë pjesë e portofolit tonë. Pa llogaritur që synimi cili është neve në 2050-ën, duket sikur është shumë larg, por nuk është kaq. Grupi jon ka marrë përsipër që të ketë emetime neto zero të dioksidit të karbonit. Që të bëhet kjo do të thotë që dhe bizneset të caktuara, të cilat operojnë në fusha që caktojnë dotje të larta mjedisore, duhet të transformojnë mënyrën e tyre të bërit biznes që të jenë sa më të pranueshëm për mjedisin dhe të kenë një impakt minimal, se flasim net zero, pra neto do jetë zero, jo se nuk do ketë kur emetime dioksidi karboni. Pra, dhe vetë fusha e aktivitetit të bizneseve është diçka që merret në konsiderat që neve të kemi një impakt mjedisor sa më të ullët. Pra, në varësi të aktivitetit të tyre, bizneset duhet të transformohen që të jenë sa më miqësor me mjedisin dhe të jenë sa më të aplikueshme parimet ose standardet e SG të cilat neve po flasim. Ju në fakt përmendet objektivin e grupit cili do të jetë ai deri në vitin 2050, por a mund të flasim për një të ardhme të afërt, pra kush janë objektivat tuaja si bank për një 5 vjeçar, paktën flasim për realitetin shqiptar. Patjetër. Atëherë, në 5 vjeçarin e ardhshëm ne synojmë që rolin ton si pra dhe çmimin që kemi marrë, këtë rol që kemi aktualisht në treg, ta përforcojmë edhe më shumë nëpërmjet ofrimit të produkteve të reja, pra jo vetëm produktet ekzistuese që ne kemi për klientët tonë biznese, korporata, ndërmarrjet vogla dhe të mesme, persona fizik, por edhe individ, por ta zgjerojmë edhe më shumë gamën e produkteve tona. Të forcojmë rolin e të qenit një këshillues për biznesin dhe nga ana tjetër të vazhdojmë me ndërgjegjësimin e të gjithë sektorit se sa e të rëndësishme janë aplikimi i këtyre standardeve që mos të shikohen thjesht si kosto, por dhe si përfitueshmëri në të ardhmen për të gjitha bizneset, por edhe për individët. A mund të themi ne se financimet të projekteve të tilla mund të jenë edhe me kushte më të favorshme për të nxitur dhe për të zhvilluar më tej plotësimin e këtyre standardeve? Patjetër që po. Të gjitha atëherë çdo gjë që bie nën ombrellën, pra nën këtë grupin e madh të këtyre financimeve, patjetër që ofrohet me kushte më të favorshme për klientët. Se çdo gjë tjetër. Se çdo gjë tjetër. Se produkt tjetër financimi. Se çdo gjë tjetër, sepse jo vetëm ne jemi të interesuar, ne kemi një grup që na suporton në ofrimin e kushteve më të favorshme për këtë lloj klientësh, por dhe institucionet financiare ndërkombëtare, siç është Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERD, apo siç është Banka Europiane e Investimeve, EIB, të gjitha këto janë të interesuara dhe kanë paketa lehtësuese që nëpërmjet sistemit bankar ofrojnë kushte më të favorshme për të gjitha bizneset. Është një zinxhir i tërë për të mbërritur deri tek konsumatori final dhe për ta nxitur atë për të plotësuar këto standarde. Patjetër, nuk jemi ne të vetmit që japim këto lloj shërbimesh. Në bashkëpunim me pra pikërisht me këto institucione ndërkombëtare financiare, ne ofrojmë edhe kushte më lehtësuese edhe për individët, por edhe për bizneset. Eda ti e preke në fakt gjatë bisedës, por me qenë se jemi në fund të kësaj hapësire televizive, një mesazh që mund t'ju themi individëve, por edhe bizneseve që e shohin ESG-n apo plotësimin e këtyre standardeve mjedisore e shohin më shumë si kosto. Çfarë mesazhi mund t'i themi?
Po, në kushtet që ne flasim tani mund të duket si kosto, në të ardhmen absolutisht jo. Të gjitha investimet të cilat do bëhen që neve të kemi një impakt mjedisor sa më të ullët, do japin përfitueshmërinë e tyre, sepse biznesi vetë do investojë në teknologji të reja dhe inovatore, të cilat do ulin riskjet dhe do mund të kenë një kthim më të lartë investimi nga ai që kanë tani. Do hapen ndaj tregjeve të reja, pra nuk do kenë një konkurueshmëri më të madhe dhe në fund të ditës do bëjnë atë që është më e rëndësishme për planetin në cilin neve jetojmë. Na shërben të gjithëve. Na shërben të gjithëve, nuk është kaq e ngushtë. E kuptoj. Uroj dhe shpresoj që këto standarde të jenë pothuajse në çdo projekt apo financim që kërkohet dhe vjen pranë bankës tuaj, por jo vetëm. Unë të falenderoj që ndave me mua këto informacione, kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit ty, ishte gjithashtu një kënaqësi. Faleminderit. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision. E bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Mirupafshim.